Në 2 vjetorin e marrëveshjes mes kryeministit Edi Rama dhe homologës italiane Giorgia Meloni, aktivistë shqiptarë të tjerë nga vendet e Europës u mblodhën në Gjadër për të kërkuar mbylljen e kampit të emigrantëve dhe shfuqizimin e marrëveshjes mes dy qeverive. Pjesëmarrësit deklaruan se projekti nuk ka sjellë përfitime për asnjë shtet, por ka cënuar liritë dhe po shkatron demokracinë, duke lejuar kryeministra autokrat të veprojnë si të duan. Ata theksuan se prania e emigrantëve është përdorur për qëllime politike, ndërsa mungon transparenca mbi mënyrën e menaxhimit dhe trajtimit të tyre. Sipas tyre, marrëveshja Rama-Meloni ka dështuar në qëllimin e saj, duke shndërruar Gjadrin në simbol të një politike dështuar migracioni. Shohim me shqetësim sot se ky kamp i cili vonon të drejtat e njerëzit po shihet si një mundësi edhe nga kryeministra të tjerë, duke filluar nga kryeministri i Kosovës, i cili thot anglisht se mund të marrë emigrantët e saj. Por ne refuzojmë që t'jemi Shqipëria dhe Kosova, t'jemi ne gogoli me cilën Europa trembe emigrantët. Emigrantët janë njerëz, kanë të drejta njerëzore të cilat duhen të respektohen. Ne jemi rritur duke thënë duam Shqipërinë si gjithë Europa, dhe atëherë kishim ndërmend një Europë tjetër, një Europë e demokracisë, një Europë që respekton të drejtat e njerëzit, dhe një Europë që nuk ngrihet mbi vuajtjen dhe dhunimin e njerëzve. Po shohim sot se si Europa bekon këtë marrëveshje, se si mbështet një autokrat si Rama. Jemi shumë të shqetësuar. Kjo ardha jonë sot nuk është vetëm për të thënë që ky kamp dhunon të drejtat e njerëzit. Ky kamp po është duke vrarë demokracinë në Shqipëri, është duke vrarë demokracinë në Itali dhe është duke varrosur ëndrrën për një Europë demokratike. Por nga ana tjetër, kjo ardhje sot është edhe për të thënë se ne besojmë se një Europë tjetër është e mundur. Një Europë e cila krijohet nga njerëzit për njerëzit. Një Europë e cila nuk ndërtohet mbi vuajtje, por mbi shpresë. Dhe një Europë e cila nuk ndërtohet mbi dhunë, por mbi solidaritet. Tobimin e Gjadër u zhvillua pas marshimit të Tiranë, ku protestuesit kaluan nga bulevardi Dëshmorët e Kombit drejt kryeministrisë, ambasadës italiane, delegacionit të Bashkimit Evropian dhe sheshit Nën Tereza në shenjë kundërshtie ndaj ndërtimit dhe funksionimit të kampit.